Shtëpia e Bardhë ka reaguar për televizionin Top News pas batutës së kryeministrit Edi Rama për presidentin Donald Trump, një shaka e bërë në praninë e presidentit të Francës Emmanuel Macron dhe presidentit të Azerbajxhanit Aliyev. Pyetur mbi komentet e Ramës, nëse janë marrë ato në kontekst negativ ose ndikojnë në marrëdhënie dypalqe, nënsekretarja e shtypit në Shtëpinë e Bardhë Anna Kelly dha përgjigje krejtësisht diplomatike. Presidenti Trump ka bërë më shumë për stabilitetin global se sa çdo lider tjetër në botë, është shprehur ajo. Batuta e Ramës në prani të dy liderëve të tjerë u përshkrua si tallëse nga disa prej mediumeve më prestigjioze të botës përkundrejt Trumpit, por ishte vetë kryeministri i Shqipërisë, i cili e përgënjeshtroi atë duke thënë se një moment gazmor është tjetërsuar me qëllime dashakeqe. Vetë Rama përmendi gjithashtu rendimentin pozitiv të Trumpit për t'u angazhuar në zgjidhjen e konflikteve ndërkombëtare. Është me të vërtetë e jashtëzakonshme se si funksionon sot media dhe se si ashtu quajtura viralitet mund të shtrembërojë kaq lehtë realitetin. Një fjali e thjeshtë me humor në frymësie, papritmas shndërrohet në titull ndërkombëtar të një samiti me 10 vende, ndërkohë që gjithçka tjetër, thelbi i vërtet bëhet i parëndësishëm. Por po, ishte kënaqësi sot të isha me mikun tim të vjetër, Ilham Aliyev, dhe në praninë e mikut tonë të dashur, të përbashkët Emmanuel Macron, të rikujtoja një lapsus të presidentit Trump, i cili dikur tha se edhe Shqipëria kishte arritur të bënte paqe me Azerbajxhanin, ndërkohë që Emmanuel vetë kishte punuar palodhje për një kohë të gjatë për të sjellë paqen mes Azerbajxhanit dhe Armenisë. Një shaka, një moment miqësor, sigurisht s'ka asnjë problem nëse përhapet, por ta shtrembërosh e ta kthesh në helm politik është thjesht e padrejtë, prandaj le ta themi troç, e vërteta është që presidenti Trump është treguar si një lider që riktheu fjalën paqe në fjalorin e perëndimit pas shumë vitesh, dhe po në një kohë jashtëzakonisht të shkurtër, ai arriti paqen aty ku të tjerët kishin provuar, por kishin dështuar dhe vijonta ndjekat e më ngulm. Ajo shkëmbes nuk ishte gjë tjetër, veçse një moment humori mes njerëzish, të cilët në fakt janë ndër admiruesit më të mëdhenj të presidentit Trump, shkruan Rama. Kryeministri Edi Rama ka bërë bujë ndërkombëtare me batutën e tij gjatë një takimi me liderët europian, duke tallur presidentin amerikan Donald Trump për një ngatresë të bërë nga ky i fundit. Media prestigjioze si The Telegraph, Politico kanë raportuar gjërësisht për këtë episod, i cili ka ndodhur gjatë takimit të Komunitetit Evropian në Kopenhagen. Trump në disa raste kishte përmendur një marrëveshje paqe mes Azerbajxhanit dhe Shqipërisë, duke gabuar thelbësisht pasi në fakt kishte parasysh konfliktin e gjatë mes Azerbajxhanit dhe Armenisë. Kjo ngatresë ka shërbyer si shkak për batutën e Ramës, i cili u filmua duke qeshur dhe duke i bërë shaka presidentit Emmanuel Macron të Francës dhe Ilham Aliyev të Azerbajxhanit. The Telegraph raporton se Rama me humor të hollë diplomatiku i ngacmonte të dy liderët për gabimin e Trumpit. Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, u filmua teksa ngacmonte Macron dhe Ilham Aliyev gjatë takimit në Kopenhagen, duke e kthyer ngatrimin e Trumpit në një moment të qesharak dhe diplomatik, shkruan gazeta britanike. Ndërkohë Politico vë në dukje se kryeministri shqiptar ka treguar aftësi të shkëlqyera për të shfrytzuar situatën për të krijuar një atmosferë të lehtë dhe miqësore mes liderëve. Kryeministri shqiptar Edi Rama u filmua teksa bënte shaka me presidentin francez Emmanuel Macron dhe presidentin e Azerbajxhanit Ilham Aliyev gjatë takimit të Komunitetit Politik Evropian në Kopenhagen të njëjtën, shkruan media amerikane. Ngjarja ka marrë vëmendje të gjerë në mediat ndërkombëtare, duke u bërë një shembull i përdorimit të humorit në diplomaci. Analistët e çështjeve ndërkombëtare shprehen se kjo batutë e Ramës tregoi jo vetëm qetësinë dhe mençurinë e tij në situata të ndërlikuara, por edhe aftësinë për të lehtësuar tensionin diplomatik përmes një qasjeje miqësore. Momenti ka shpërthyer në rrjetet sociale ku videot e Ramës, duke qeshur dhe duke bërë shaka me liderët evropian, janë shpërndarë gjërësisht, duke nxitur reagime pozitive, por edhe nga ata të cilët thonë se tashmë Donald Trump është informuar për këtë. Koment të Edi Ramës dhe çfarë pret dhe çfarë do të ndodhë ndaj kryeministrit shqiptar në ditët në vazhdim.